menjëherë në momentet më të vështira njeriu thot o Zot, por Kurani e përshkruan këtë ngjarje, e përshkruan me një grup njerëzish në mes të detit të hypur në anije. Kur Allahu thot janë duke ecur këto njerëz në qetësinë e detit, deti është i butë, era fryn nga njerëzit duan duke pasur parasysh anijet me vela, dhe njerëzve po i shkon puna mbar, deri në momentin që deti trazohet e do t'i shikosh dallgët e detit që do të bëhen të mëdha si malet, thot Allahu në Kur'anin famëlart, dhe njerëzit që janë në atë anije do t'i luten Zotit me sinqeritet, aman na shpëto o Zot, nëse na shpëton nga kjo, kur të dalim në tokë do të kthehemi në besim. Ne i shpëtojmë ato njerëz nga ky moment, por kur kalojnë në qetësi ata e harrojnë Zotin. Kështu është njeriu. Në momentet ku njeriu friksohet, ku njeriu shikon vogëlsinë e tij dhe madhështinë e Zotit subhanahu wa taala, me një tërmet, me një fortunë, me një ndodhi natyrore, një fenomen natyror që me të vërtetë është i jashtëzakonshëm, njeriu do t'i kthejë syt nga Zoti, por kur bie në qetësi e harron Zotin. Ndërkohë Islami na kërkon neve si besimtar që në të gjitha situatat, vështirësi, lumturi, qetësi, vështirësi, ne të jemi besimtar në Zotin subhanahu wa taala. Kur jemi në mirësi themi alhamdulillah, kur jemi në vështirësi kërkojmë durim dhe kërkojmë qëndrueshmëri në fe, po kurse si ta mohojmë Allahun xhelle shanhu ve xhelle xhelalu.